Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 29 të surës Sad, Allahu i madhruar thot: ky libër që ne ta kemi zbritur ty, i bekuar që ata të meditojnë mbi ajetet e tij dhe që të marrin mësim njerëzit e mendjes. Ky ajet i bekat thekson se Kurani është libër i bekuar, plot dobi dhe dritë e udhëzim. Kurani nuk është zbritur vetëm për të lexuar me zë, por është zbritur që njerëzit të thellohen në kuptimet e tij, të reflektojnë rreth mesazheve të tij dhe të nxjerrin mësime praktike në jetën e tyre. Vetëm ata që kanë mendje të kthjellët dhe zemër të hapur përfitojnë nga udhëzimet e Kuranit. Sot, në vazhdim e emisioneve, ti pyet Kurani, përgjigjet, do të ndalemi në një nga pyetjet më të rëndësishme që njeriu mund t'i bëjë vetes. Pse jam krijuar? Cili është qëllimi i ekzistencës time në këtë jetë? Kjo pyetje ka shqetësuar mjaft mendjen njerëzore dhe çdo njeri e pyet veten rreth kësaj pyetje. Dhe kjo ka ndodhur, ndodh dhe do të ndodhë për gjatë gjithë historisë. Dhe njeriu gjithmonë kërkon për një përgjigje për këtë pyetje. Kurani i shenjtë, siç e tham, libri i bekuar, i mbushur plot dobi, dritë dhe udhëzim, na jep përgjigjen më të qartë, më të saktë, më bindëse, më qetësuese, më të thellë dhe më të drejtë për këtë pyetje. Kushdo që e lexon Kuranin, do të shoh se Kurani thot se qëllimi ynë, pra krijimi ynë, ka qëllim dhe nuk është kot, nuk është krijimi pa qëllimshëm. Për këtë, në ajetin 115 të surës Mu'minun, Allahu i madhruar thot: afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turji'un? A menduat se ne ju krijuam kot dhe se ju nuk do të ktheheni tek ne? Ky ajet përgënjeshtron idenë se jeta është rastësi apo është pa kuptim. Ajeti thot se Allahu nuk ka kriju asgjë kot pa qëllim. Çdo krijesë, çdo krimc, çdo frym ka një qëllim të përcaktuar, por ne nuk e kuptojmë qëllimin, sepse dija jonë është e kufizuar, është e pak. Siç thot ajeti 84 në surën Isra: "Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila." Dhe juve
nuk i është dhënë veçse pak nga dija. Por qëllimi është që ne gjithmonë pra të meditojmë, të reflektojmë, të kërkojmë, të hulumtojmë, sepse në një prej duave të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam është Rabbi zidni ilma, o Zotim, ma shto dituri. Njeriu është gjithmonë armik e asaj që nuk e njeh, thot Imam Aliu. Dhe ata që thonë se kjo jetë është e pa kuptim, është krijuar kot, ata janë njerëz të cilët nuk reflektojnë, nuk e vendosin arsyeën e tyre në punë dhe nuk arsyetojnë. Kurani i Shenjtë na flet për qëllimin e krijimit të njeriu. Këtë na e thot shumë qartë ajeti 56 në surën Dhariyat, ku thuhet: "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Nuk e kam krijuar gjindët dhe njerëzit përveç se që të më adhurojnë. Këtu fjala të më adhurojnë, liya'budun, nuk do të thotë vetëm kryerje e riteve fetare, por kuptimi i saj është të jetojmë me njohjen, dashurinë dhe bindjen ndaj Zotit, krijuesit të gjithësisë. Në një komentim të këtij ajeti, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: kuptimi për i thënies të më adhurojnë është të më njohin. Pra qëllimi i krijimit të njeriut është që njeriu ta njohë krijuesin e tij, Zotin e plotfuqishëm, ta njohë të vërtetën dhe ta jetojë jetën e tij në përputhje me këtë njohje. Pra qëllimi i krijimit sipas Kuranit është që njeriu ta njohë, ta adhurojë, ta falënderoj krijuesin e gjithësisë. Në një ajet tjetër, Kurani i Shenjtë na sqaron për qëllimin e krijimit të njeriu, ku thotë se njeriu është përfaqësues i Allahut në tokë. Dhe këtë e lexojmë në ajetin 30 të surës Bakara, ku thotë: "Inni ja'ilun fil ardi khalifa." Unë do të caktoj në tokë një përfaqësues. Kjo do të thotë se njeriu është krijuar për të qenë përfaqësues i Zotit në tokë, për të vendosur drejtësi, mëshirë dhe urtësi. Allahu i ka dhënë njeriu arsye, ndërgjegjen dhe lirinë e zgjedhjes, që të jetë një krijesë e vetëdijshme, që e zgjedh rrugën e mirë, rrugën e hajrit. A ka nderim më të madh? Të jesh përfaqësues i krijuesit të gjithësisë. A ka nderim më të madh? Nuk ka. Por fatkeqësisht njerëzit janë të pavetëdijshëm për këtë mirësi të madhe, për këtë nderim të madh. Pra, ajeti 30 të surës Bakara na sqaron se për qëllimit të krijimit të njeriu pra është që të jetë përfaqësues i krijuesit, i Zotit të plotfuqishëm në tokë. Në një ajet tjetër, Kurani na flet përsëri për qëllimin e krijimit në këtë jetë. Ai na thotë se kjo jetë është sprovë. Dhe këtë e lexojmë në ajetin 2 të surës Mulk, ku Allahu i Madhuar thotë: "Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum
ejukum ahsanu amalan. Ai është që krijoi vdekjen dhe jetën për t'ju provuar se kush nga ju është më i miri në vepra. Pra ky ajet i bekuar na sqaron pra se qëllimi i jetës nuk është thjesht kënaqësia me të ngrënit, me të pirët, me kontaktet pra seksuale. Nuk është qëllimi i krijimit, nuk është thjesht pasuria apo pushteti, por sprova morale dhe shpirtërore, se si të sillemi në rrethana të vështira, si ta përdorim lirinë tonë. A jemi mirënjohës? Jemi të drejtë, të mëshirshëm apo nuk jemi? Kurani na flet edhe për qëllimin përfundimtar të krijimit tonë, që është kthimi tek Allahu. Kurani shpesh na kujton se jeta në këtë botë është udhëtim drejt Allahut, krijuesit të gjithësisë. Askush të mos mendoj se çdo gjë mbaron kur hym në varr. Përkundrazi, aty fillon gjithçka. Aty fillon jeta e vërtetë. Të gjithë do të kthehemi te krijuesi ynë. Këtë e dëshmon ajeti 156 në surën Bekare, ku thot: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Çdo njeri, pavarësisht besimit apo vendodhjes së tij, është në këtë jetë udhëtar drejt burimit të ekzistencës së tij, që është Allahu fuqiplot. Lumata që udhtojnë me zemër të pastër, me vepra të mira dhe me besim të plot. Të dashur vëllezër dhe motra, bazuar në ato që përmendëm, konkludojmë se sipas Kuranit të shenjtë, qëllimi i krijimit të njeriut është, së pari, është krijuar që ta njohë dhe ta adhurojë krijuesin e tij, Allahun e madhëruar. Së dyti, është krijuar që të jetë përfaqësues i Allahut në tokë. Së treti, është krijuar që ta kalojë këtë jetë me provë, me sprova, me besim dhe me vepra të mira, të largohet nga çdo e keqe. Së katërti, ai do të kthehet te krijuesi i tij, tek Allahu fuqiplot. Në ajetet 27 deri në ajetin 30 të surës Fajr, Kurani i shenjtë na thot: Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. O shpirti i qetë, kthehu te Zoti yt i kënaqur dhe i kënaqshëm. Hyr në mesin e robëve të mi dhe hyr në xhennetin tim. Nëse njeriu e kupton qëllimin e krijimit të tij, çdo gjë në jetën e tij merr kuptim. Puna, familja, sprova, sukseset, dështimet, të gjitha bëhen pjesë e një rruge që të afron tek Allahu fuqiplot. Prandaj, pyetjet pse jam krijuar, cili është qëllimi i ekzistencës time, nuk janë vetëm filozofike, por janë themeli i besimit tonë. Le ta kujtojmë gjithmonë se ne jemi krijuar për ta njohur, për ta dashur dhe për ta adhuruar Allahun. Jemi krijuar që ta duam, ta respektojmë, ta nderojmë dhe ta ndihmojmë njëri tjetrin. Sa bukur na shpjegon Kurani i sheh qëllimin e krijimit tonë, pra me ato që përmendëm më lart. Por në ajetin 17 të surës Kamar, Allahu i madhëruar thot: "Wa laqad yassarna hadha al-Qur'ana lidhikri fa hal min mudakkir." Dhe ne kemi bërë Kur'anin të lehtë për kujtim, pra për mësim, kuptim, këshill.
Por, a ka ndonjë që do të marrë mësim? Në këta jetë, Allahu i madhruar na thotë se Kurani është i lehtë për të lexuar, për të kuptuar dhe për të mbajtur mend për ata që kanë dëshirë të sinqertë të përkujtojnë dhe të përfitojnë prej tij. Por pyetja, a ka ndonjë që merr mësim? Është një thirrje për reflektim. Lehtësia është dhënë, por përgjegjësia për ta pranuar dhe për ta jetuar mbetet tek njeriu. Lutë Allahun që të na bëjë prej atyre që e lexojnë Kuranin dhe e kuptojnë. Dhe të kthehemi te fjala e Allahut, te Kurani i shenjtë, ta lexojmë, të marrim mësime, këshilla, të jetojmë me dritën e Kuranit, me udhëzimin e Kuranit. Ai është sqarues për gjithçka. Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kuranit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.